Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me dizajnu një infografik. Por këtë ushtrim për e marrë rrethin këtu, edhe për krijoj me shift, do më thonë njërë proporcionale. Këtu nuk jap, do më thonë ngjyrë, jap vetëm kufizim, vetëm stroke. Shikone, stroke në ngjyrën e zezë. Hapi tjetër, klikoj CTRL-C, edhe pasaj CTRL Shift V. Do më thonë klikova këtë edhe bona pas në pozicionin e njëjtë. Pastaj, po afrona këtu të offer, këtu shikoni kursorën ndryshon shenjën edhe klikoj Shift Alt edhe kjo zvogëlohet në mënyrë proporcionale. Shikoni kështu. Pastaj i selektoj këtu dyja edhe po e rriti hapësirën kështu propërsisht. Pastaj po klikoj CTRL Alt, shikoni kur klikoj CTRL Alt, kursorën ndryshon shenjën edhe ngrej këtu të poshtë. Kur filloj me ngrej të poshtë, njëjtën kohë e shtypi edhe shiftin. Do të thonë, CTRL Alt Shift edhe afrona deri këtu kur bashkon këtu pikat. Shikoni. Nuk e lëshoj me usën deri që jam sigurt që janë bashkuar me pikat. Po. Edhe tani klikoj CTRL-D, CTRL-D, do të thonë CTRL-D e bën ka një kopje në këtë pozicion. Shikoni. Edhe pastaj po selektoj këtu. Edhe për lëvizje këtu ma në mes. Ok, hapi tjetër, po i selektoj tani vetëm rrethat me shift, me thonë shiftin e kom shtypur këtë edhe këtë, edhe po i bëj CTRL-C, do më thonë i bona kopje, edhe po klikoj CTRL Shift V, i bona copy paste. Pastaj, nëse klikoj Shift X, Shift X i ndryshon ngjyrën, do më thonë, në këtë rast fusha s'ka ngjyrë, stroke ka ngjyrë, kur ta klikoj Shift X, fusha bëhet me ngjyrë, kufizimi pa ngjyrë, apo stroke pa ngjyrë. Apo e kemi këtë opcionin këtu, shikoni, apo Shift X. Okej. Këtu tash i kam selektuar, po klikoj CTRL G, edhe e kemi opcionin këtu me shku mi bë lock. Apo klikoj CTRL D, bën lock këtu. Pastaj po e selektoj këtë njënën, edhe po shkoj për marrë këtu këtë line. Edhe shikone, kur të afrona këtu, që shtel kjo ngjyra nga tregona jemi drejt, kur të afrona këtu, klikoj shiftin edhe moj shtypër, ma usën të poshtë të bëj këtë vijem për afërsisht kështu. Shikone, sigur kjo. Okej, hapi tjetër, i selektoj të gjitha këtu. Pas i kom selektu të gjitha, klikoj këtu, edhe pastaj e mbaj. Shikoni kur shkoj mouse over, si bëhet kjo. Edhe filloj me shtyp mausin, edhe shkoj në këtë drejtim. Do të thonë mausin e kom shtypur. Edhe këtë. Shikoni, kjo bën një lidhje. Pastaj, këtë vijen e selektoj këtë, e fshi, këtë e fshi, do të thonë e selektoj edhe ja bëj delete. Ç'kjo opcioni na ka mundsu neve me bë ndarjen e këtë me forma. Shikoni. Hapi tjetër, e selektoj këtë. Edhe po klikoj këtu mi dhon gradient, do më thonë ngjyrë, edhe po klikoj këtu. Pastaj kufizimin po ja heki, po shkoj te kufizimi pe heki. Okej, kjo njëre ka pas vetëm një ngjyrë. Klikojmë për shkak 90%, o prej në altit poshtë marr kombinimi ngjyra. Kështu që nëse doni, ju vetëm klikoni këtu. Mundi më ndrru edhe ngjyrën tjetër, për shkak klikojmë 2 herë, hapet kjo, mundi më bë ndryshime ngjyrave. Unë këtu i kam kombinimin e 4 ngjyrave. Nëse doni me shtu një ngjyrë 3, vetëm klikoni këtu, kjo shtohet. Nëse doni me hek veçan ngreni drag and drop të poshtë edhe kjo hekat. Hapi tjetër, e marr tekstin, po shënoj këtu. Tekst, me shkruajt moja. Po ja ndroj për lëvizje këtu dhe po ja ndryshoj ngjyrën. Lëvizje këtu. Edhe po ja ndryshoj ngjyrën. Pastaj vetëm pe ngrej drag and drop këtu. Këtu. Do thonë me CTRL edhe Alt. Shikoni. Hapi tjetër, po e marr një line kështu. Përse kështu. Këtu jap ngjyrë të kuqe. Pasi kjo është prapërsisht e kuqe, edhe këtu po shkoj me rriti, po bëj për shembull hajde 3 piksela, pastaj këtu po e marr me to, do të thonë rrethin, edhe po e krijoj kështu. Tash klikoj Shift X, ndryshohet pra
dallimi. Thasht kjo bëhet me ngjyrë, kjo bëhet pa strok, kështu që e vendos me kështu. I selektoj këtë dyja, klikoj CTRL-G, pastaj klikoj CTRL-Shift-V, edhe domethënë e bëna copy paste edhe po filloj e lëvizje më poshtë. Edhe kësa ne ndryshoj ngjyrën. Tani shoh një problem që kjo është stroke, kjo është fill, domethënë, edhe den ngjyra pikpyetje. Kështu që klikojmë edhe një herë kështu, pastaj kemi mundësinë me selektu ndoma se kur ti bëmi grup, këtu shikoni, tani është si një. Edhe kjo nuk e din thotë kjo se njëna ka fushë, njëna ka kufizim, nuk e din. Kështu që na klikojmë edhe një herë, himi tash me një nivel më mrena, tash e selektojmë këtë, edhe bëmi për shkak që ku na del vetëm kufizimi. Edhe shkojmë për shkak bëmi qet ngjyrën e verdhë apo këtë. Pastaj gjithashtu e selektojmë këtë, këto e bëmi këtu ngjyrën e njëjtë, domethënë si të kësaj. Shikoni, edhe klikoj këtë dy herë, edhe kjo ngjyra. Pastaj njëjtë edhe me këta poshtë, CTRL-V. Bile ka pas desht kësa na më bën ngjyrën pak më ndëll, kështu që po klikoj edhe një herë këtu. Shikone. Po klikoj të kjo ma e portokallta. Gjithashtu edhe të kjo e portokallta. Okej, hapi tjetër është po i selektoj 2, CTRL-C, CTRL-Shift-V. Shikone. Tani këtu ato po i rrotulloj. Edhe po i vendosi. Njëna është nalt, njëna poshtë, që mos i kena ngjyra kështu, veç ku mi lëvizmi. Kështu. Edhe këtë kështu. Edhe i afrome. Pastaj këtë ngjyrën e bëmi pak më mbyllët. E selektoj këtë. Klikoj domethënë dy herë me një nivel më mrena. Po selektoj edhe po bëj këtë ngjyrën e mbyllët. Gjithashtu edhe këtë po bëj ngjyrën e mbyllët. Okej. Jemi rregull tash, këtu ja vendosmi edhe ka një pjesë tekst, kështu që marr tekstin, po klikoj këtu, këtu del teksti automatikisht. Unë nuk po shkruaj ndaj tekst, se kjo është për ushtrem vetëm, kështu që shikone. CTRL-C, CTRL-Shift-V, CTRL-C, CTRL-Shift-V, prap. Njësoj, po i marrë edhe tash i selektuar të dyja, CTRL-Alt, drag and drop, edhe po i vendosi kështu. Pastaj muj të gjitha këtu, me i selektu, edhe po i rriti shikone me shift. Tash këtë e kam bloku me këtu rrethat që i kom bu më herët lock, kështu që shkoj tash të object edhe kemi qëto unlock all, është mirë me mësu shkurtesën Alt Shift, Alt CTRL-D, ku klikoni buon këtë unlock, kështu që këtë i selektoj këtu, edhe tash më i mi rrit, shikone. Gjithçka është e editueshme, gjithçka është vektor.